Një emigrant nga Gjermania i kthyer në vetëlindjen e Vjos të Fierit ka denoncuar dhunën e tij mbrëmjen e së shtunës. Altin Meçaj, 46 vjeç, në një deklaratë për media u shpreh se personi që ka goditur është një bashkëfshatar i tij, Fredi Lamaj, efektiv i policisë së Fierit. Arsyeja e dhunës ka sqaruar emigranti është një koment që Altin Meçaj i ka bërë në rrjetet sociale në Facebook motrës së dhunuesit, Fredi Lamaj. Altin Meçaj është shtruar në urgjencë të Fierit së bashku me të atin e tij, i cili ka të qara në kokë nga goditjet e dhunshme. Altini sharon se përpara se të dhunohej në pragun e shtëpisë, ka marrë një mesazh kërcënues nga Fredi Lamaj me tekst: "Nuk e di më kë je më prekëlsuar", gjatë kohës që ishte në lokalin e fshatit. Pasi ka ardhur në shtëpi janë fikur dritat dhe në këtë moment ka dëgjuar të thërrisnin nga jashtë. Kur ka dalë ai, është goditur brutalisht derisa ka rënë pa ndjenja. Sipas tij është hedhur i ati për ta shpëtuar, por edhe ata e kanë goditur.